Në ambientet e shtëpisë Europës në Prishtinë, nga 16 tetori është hapur ekspozita fotografike Një botë për të gjithë e autorit Gjemal Slovinja. Kjo ekspozitë sjell një rrëfim të veçantë për jetën dhe përditshmërinë e personave me sindromën Down. Ekspozita është organizuar në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për sindromën Down dhe bart mesazhin sensibilizues çka po bën ti për neve. Përmes objektivit të tij, autori Slovinja sjell më shumë se fotografi, ai sjell jetë. Çdo imazh është një pasqyrë e përditshmërisë, pasioneve, sfidave, buzëqeshjeve dhe përqafimeve të fëmijëve, të rinjve dhe të rriturve me sindromën Down, duke ftuar në reflektim mbi diversitetin njerëzor dhe rëndësinë e përfshirjes shoqërore. Personazhet e përfshirë në fotografitë e ekspozuara janë nga mosha 1 deri në 40 vjeç, duke dëshmuar se dashuria, energjia dhe potenciali nuk kanë kufij. Përmes kësaj fotografie, Gjemali nuk po na ofron thjesht një ekspozitë më shumë, të cilën do ta shohim bashkë në vazhdim. Por përmes imazheve do të na njoh me përditshmërinë, jetën e përditshme të fëmijëve, të njerëzve me sindromën Down, e në fakt do të na njoh me buzëqeshjet e tyre mbi të gjitha, do të na njoh gjithashtu me përqafimet, me pasionet, me sfidat edhe me gëzimet që i ka në baza ditore këta fëmijë. Dhe jo vetëm fëmijë, ka edhe të rritur në ekspozitën. Këto fotografi do të kontribuojnë të them edhe në ngritjen e vetdijes që ky grup i qytetarëve mund të jetë kontribues për shoqërinë, mund të kryej shumë aktivitete të mira për shoqërinë, nëse ju jepet mundësia edhe nëse këta persona mbështeten. Kjo është ekspozita e parë e Slovinjës dhe ai vetë e konsideron këtë përvojë si të paharrueshme. Ai ka shprehur mirënjohje për familjet dhe personazhet që u bën pjesë e këtij rrëfimi vizual. Kom dashur që nëpërmjet fotografive me pasqyru jetën e përditshme të këtyre personazheve, hapet, aktivitetet ditore, pastaj momentet nga seanca terapeutike e kështu me radhë. Ekspozita Një botë për të gjithë do të qëndrojë e hapur deri më 31 tetor 2025 në shtëpinë e Europës.